i disa vit, i treti vit radhës që prodhimi është i pakat. Por ajo që unë dua të theksoj dhe që nuk shkon sepse çmimi ka ngjecur. Pavarësisht se çmimi është shumë i arsyeshëm, vërtetë e 6.000 lekë të vjetra, prap nuk shkon. Unë mendoj sepse kjo ndodh për shkak të abuzimit që bëhet me këtë produkt nga falsifikatorët apo dhe nga importet. Prandaj unë e ftoj konsumatorin të shkojë dhe ta marrë vajin direkt nga prodhimi. Fabrikat janë të kudo gjendura nga Shkodra në Konispol. Mund të shkojnë atje ta marrin vajin, pasi është cilësia përveç çmimit që është shumë i arsyeshëm, por mbi të gjitha është cilësia e garantuar. Jetë kundar, po ç'i duam, na i majnë pa para vajtu. Me 5.000 lekë vajt. E mori me çove. Mu me ka, me punë jam boshata të vjeç atje. Me një plak atje, e vinë këtu e thallën se me një vajtë këtu. Dhe shteti dorë, shteti për në popullë me matë. Nuk kemi fare në shuguar. Ashtë në zinë në mori, ishtë fare, ishtë. Me ka, me punë, me fabrika këtu, o ke kokë dale, fare, ishtë fare. Nuk ka të sigur. Nuk ka, është me njohuri, me miqë, me... Nuk e shesim në Tiranë, për shamu me njësë të njohur. E shesim me 6, ata në pasaj e shesim më shumë, për ne me 6 jemi të kënaqur, po nuk e shesim do. Ja për të marrë vaj, nuk ka diti parë, po vim, ka që 3-4 vjetë që vim me marrën vaj këto. Nga përten cilësia, çmimi, gjithë qka e arsyeshme. Vaj cilësore. Po ka mbi 4 vjetë, që vim rreth për çdo vit. Prodhojmë ullin, po nuk na ikën në vaj, nuk na shkon vaj. Nuk po gjejmë do të shpenzimet e tona. Sa ullin keni prodhuar si vjetë? Gjithani unë kam prodhuar rreth 20 kujtal ullin, edhe i kam më të shumtit pa vjel, edhe nuk na ikën në vaj, nuk na shkon vaj. Se çfarë ka ndodhur? Po s'na heqë njeri vajin që ta blerë. Vjetë mori ca fabrika, edhe të vjermin e kemi pashitur akoma. Me të vjerëm, me si vjerëm, kështu që jam blokuar, s'ka treg. Punojmë kot. Nuk më gjejmë do shpenzimet të që punojmë të kulliri. Dash plerimet, dash krasitja, dash tëra gjërat. Dash punëtor që do vinë të shkusi me makineri. Kështu që kemi ngesur. Vaj ultra, pa probleme fare, vaj na mimiri në të gjithë zonën, që ka zona jonë këtu e Mallakasës. Pas përkatje, pa asnjë lloj gjë. Edhe nuk po gjejmë do të treg gjitha shesin. Jemi blokuar. Edhe pse është një vaj cilësor nuk ka treg? Edhe vaj cilësor edhe nuk po ikën. Nuk po i merr njeri. E kërkojmë me çmim sa më tul. Sa po shitet si vjet? Thonë me 6, po asgjë se merr. Po nguli kem që thonë me 4,5. Me 4,5 dhe s'na liverdis e sapi. I japim pa shpenzime. Nuk gjejmë do shpenzimet që kemi. I shërbyer ullini. Çfarë do të bëhet? I kërkojmë ndihmë shtetit, të shikoj shteti. Mendon se duhet ngrihet një pikë grumullimi? Aq më mirë po të ngrihet një pikë grumullimi, që e ketë garantuar që ta shpjem atje. Po s'kemi asgjë lloj ndihme që tash nga shteti. Kështu që i lutemi shtetit ta verë dorën zemër, të pyesin e për ne fshatarët që jemi i hollë këtej në fshatin. Atëherë zona juaj merret vetëm me ullishte apo jo? Vetëm ullishte, frutikulturë, me vreshtari edhe ulli. S'ka gjë tjetër. Asnjë prodhim tjetër nuk mbjell njeri përveç këtyre. Nëse nuk shitet vaj ulliri, çfarë do të thotë? Do të thotë që jemi pa bukë. Jemi pa bukë darkë. Unë vin nga Maqedonia, nga qyteti Tetov. Se keni ardhur? Ne kemi ardhur, kemi dëgjuar dhe kanë preferuar vit marr vaj shumë cilësor,
në Mallakastër, konkret në Ballsh. Konkret e kam provu edhe më duket shumë i mirë. Nuk e di sa përdoret këtu edhe si e vlerësojnë këtë. Kjo Floria është. Kjo është gjë shumë me vlerë. Se di, unë i kisha preferu edhe shokëve, miqve minë, Maqedoni që të vinë ta provojnë dhe të marrin vaj nga Mallakastra. Çmimin akoma nuk e di sa është. Nuk e di sa është, por nuk diskutohet çmimin nëse ka cilësi. Po të shohim tash. Edhe ndoshta do më pëlqej edhe çmimi sigurisht. Me shitjen jemi shumë dobët, edhe kemi ulliri më të mirë, më cilësor nga çdo vend. I kemi me ple organik dhe pas përkatje. Për arsye jemi nga kodrat e Mallakastrës, mbi 450 metra mbi nivel e detit. Dhe nuk përdorim as spërkatje, as plera kimike. Na shteti jemi të braktisur, nuk ka kthyer kokën fare, për arsye se s'kemi ku shpjem vajt, punojmë tër vitin, mbajmë shpresat e ulliri, dhe vjen momenti nuk e shesim dot. Kemi vajnë e vjerën, kemi si vjerëmi, pa shitur, nuk e di, na janë mërzitur që t'i shkulim me skrep, t'i shkulim, se s'ka rrugë tjetër. Shumica janë shpërngulur, jo shumica, po 80%. 80% e fshatrave janë shpërngulur, ka nikur jashtë shtetit. Pra arsye nuk jeton dot këtu, pasi të ardhur.